Dëgjuam 3 raste të 3 zonjave të cilat janë duke menduara, pra janë atë udhkryqin. Ç'do të bëjnë? Atë rrethotullimin që them unë, të vazhdojnë, ç'a drejtim do marrin apo të rinë aty ku janë. Ndërkohë kemi Suzin, e cila jeton dhe ajo jashtë Shqipërisë, që e ka marrë këtë vendim, por është në atë fazë që nuk di ç'a të bëjë me veten mbas divorcit. Është e periudha parë që nuk e di, disave u zgjat shumë, disave më pak. Ka 1 vit e gjysmë që është ndarë, do të lexoj pak nga historia e saj para se të hyjmë në bisedë. Ka 2 fëmijë, nuk ka mbushur akoma 3 vjet që jeton në emigrim. Ndihet e ngecur, sikur s'ka për t'ia dalë më. Fëmijët i ka 11 dhe 16 vjeç, ndërsa ajo është afër nga fundi 30-tave. Ka ditë që ndihet e pa shpresë për të ecur përpara dhe e frikson ideja kur fëmijët të largohen për studime ajo të mbetet vetëm. Ka më shumë se 1 vit e ndar, ka pak më shumë se 1 vit e ndar dhe ka njohur ish bashkëshortin e saj që 16 vjeç. Ai ka qenë problematik dhe i varur nga alkooli. Ishte i varur në Shqipëri, mendoi se do e rregullonte. Kur e solli këtu, aty ku është, nuk ndodhi kjo, madje filloi të bënte ishte bëj shumë problematike edhe sepse ato jo vetëm pim, pa harxojnë lekë, gjëra të tilla, kështu që u bë shumë problematik. Derisa kjo ka thirrur policinë dhe në 2024 ka marrë një urdhër mbrojtje. Sepse i ka ardhur i dehur. Dhe tashi është no contact, asnjë kontakt me të. Fëmijët janë okay me ndarjen, por gjithsesi flasim vetë me Suzin. Përshëndetje, mirëmbrëma. Suzi, deri tani ne kemi folur me gratë të cilët janë udhkryq të ndahen apo jo. Ndërkohë ti more vendimin, u divorcove. Po. E para ka qenë vendimi i vështirë? Ishte shumë rrugë e vështirë. Përderisa kaluan 20 vjet, qenë 2 muaj mirë, 3 muaj keq. Hajde të po presim të largohemi dhe t'ja nisim nga e para. Më fal qindra herë. Edhe u zvarrit një vendim që duhet ishte marrë shumë vite më përpara ndoshta. Parsori ishte problemi nga alkooli? Po, arritëm ta sheshonim këtë me terapi në Shqipëri. U dha stop këtij vesi. Dhe erdhi vetëm këtu dhe me sa duket kishte bërë jetën e një beqari, sepse unë ndenja vetëm me fëmijët për afërsisht më shumë se 2 vjet në Shqipëri dhe me prindrit e tij. Dhe kur erdha këtu pastaj, krahas alkoolit, kishe filluar new addictions, gambling, drugs, dhe e ke parasysh ishte kthyer në një njeri tjetër. Drog, alkool. A punonte ai? S'kishte kohë me punu. Nuk kishte kohë sepse gjithë natën, në momentin që ti bën jetën e natës, askush nuk punson ditën. Më fal, po me ç'a lekësh ludet bigjozë? Në moment kishte marrë borxhe gjithandej, por njerëzit duke ditur karakterin tim që unë jam shumë njeri me sejë, shumë ego të fortë, nuk guxonte njeri me më thënë. Plus asaj, unë sapo erdha vetëm 1 muaj kam ndenjur pa punë, sepse që kur jam diplomuar, që 22 vjeç, kam filluar punë, kam punuar në administratë publike në Shqipëri për më shumë se 12 vjet. Dhe kur erdha këtu, direkt pas 2 muajsh kam filluar punë, sapo prita atë inshurancët më dilte edhe direkt kam filluar punë. Po e keqja më e madhe ishte që sapo kthesha në shtëpi fillonte një jetë tjetër dhe më duhet të shkoja në punë dhe bëj një punë me fëmijë me special needs dhe duhet të ishe komplet njeri i qetë, sepse ata përjetojnë çdo lloj gjëje që ti ke. Dhe normalisht unë duhet të merja, domethënë të isha komplet njeri tjetër dhe ajo ishte më e vështira për mua. Derisa një ditë kolega më tha, po dukesh mirë dhe aty shpërtheva lot. Edhe më tha, është okay, ti mund të ndash, e ke ndarje në dorë, pse duhet të mundohesh kaq shumë. Sepse ti e di, kultura këtu është shumë ndryshe, kurse për ne divorci mendohet fundi botës. Po ndodh një vdekje, më keq se një vdekje. Si e priti ai këtë? Ai thoshte, dhe pikërisht prandaj mora urdhër mbrojtje se mund të prisja edhe më të keqe nga ai, sepse ai mendonte vetëm e vdekur mund ndash na, unë mos e mendoj fare. Sepse duke qenë që 16 vjeç me të, duke kaluar 20 vjet, ai më shifte si pront vetën dhe s'mund ta imagjinonte që unë mund të largohesha nga ai.
mos ishim më bashkë. Dhe më ndishte kudo, edhe mbasi iku nga shtëpia, e përzura më saktë, sepse ishte e pamundur. Më ndishte kudo. Në fillim thash okay, dua ta mbaj atë kontaktin si miq, si shok me njëri tjetrin, edhe doja që të kishte të bënte me fëmijët, sepse unë 2 javë përpara se të vija të jetoja këtu, humba babën tim, edhe vuajta shumë këtë fakt, edhe nuk e konceptoja dot që fëmia të rinte larg prindit vet. Por me sa duket ai jashtë deshës apo iku, thjesht kishte hallin më ndishte mua se mos unë përshija dikë tjetër, dhe nuk donte më ia ditë fare për fëmijët. Fare, absolutisht. Kur filloi të më ndishte kudo, edhe vinte ai pirë dhe të bërtiste jashtë shtëpisë, një natë ka qenë nga ora 6 e mbas ditës, me sa duket jeton diku për qark afër shtëpisë time, sepse nuk e di saktë se ku jeton. Dhe ka ndenjur nga ora 6 e mbas ditës deri në 6 të mëngjesit të ditës tjetër, vinte çdo gjysmore duke bërtitur nga jashtë shtëpisë, dhe ditë që vendimi që erdhi policia dhe më pas mora urdhër mbrojtje. Por dita kur unë kam vendosur që është fundi i kësaj është kur filloi të më ofendonte, jetonte këtu akoma. Filloi të më ofendonte dhe ishte shumë për mua që kisha dhënë aq shumë për atë njerëz, dhe të merrja ato mbrapsht, ato lloj fjalësh. Edhe në moment dëshpërimi kam shkuar në banjë dhe kam menduar të them fund jetës, dhe ai shtyvi derën, dhe kur më pa goca në atë lloj gjendje, dhe më tha mami çfarë po bën? Thash, një burr të shkatroi jetën mua kështu dhe unë të le fëmijët e mi e tim për fytyrën tënde, kjo s'më ndodhi, thash që nga ky momenti duhet ikësh nga kjo shtëpi. Nuk mund ngelen fëmijët e mi e tim, sepse ti nuk di të menaxhosh veten tënde. Dhe aty që, domethënë, momenti kur unë duhet t'i jepja forcë vetes, tani jemi të qetë, jemi të lumtur me njëri tjetrin, kalojmë shumë mirë, por kur ulem këtu ja siç jam ulur tani dhe po flas me ju, pija dhe atë kafen time, dhe çfarë po ndodh me jetën time, nuk e imagjinoj dot, më frikson të jem vetëm nesër, friksohem shumë. Okej, e para një erdhi ke 1 vit e gjysmë që e ndarë, kështu që ka dhe një cikël, va di thonë disa, nuk e di, a është shkenca, apo është besëdni që pak të ndonjë 3 vjet, që të 3 vjet, do më thënë 2 vjet lirohesh dhe 3 vjet Shiko, nuk është problemi. Po, më fal. Jo, thash histori e shkuar, kështu që je pak herët të jetosh me këtë frikë. Po, kam një pyetje, se kjo shumë e rëndësishme, më fal, vetëm një pyetje para se të vazhdojmë. Është e rëndësishme për ndarjet me fëmijë. Fëmijët si i kanë marrëdhënien, si e pritën ndarjen, divorci fëmijët? Vajza, domethënë edhe pse është 16 vjeç, është shumë e maturuar, shumë e lexuar, domethënë është shumë për moshën e vet shumë e rritur nga ana intelektuale. Ajo e kuptoi dhe është okay. Po, por ata ndjen të çliruar dhe kjo më dhem më shumë që nuk e ndjen fare mungesën e atij. Fare, dhe psikologët në shkollë ju shkojnë për suport dhe mendojnë se ata po e përjetojnë keq dhe domethënë më çuditi mësuesja kur më tha që ata thonë, jo, ne jemi shumë të lumtur, është shumë e dhimbshme ta ngjosh këtë nga fëmijët, janë shumë të lumtur pa prindin. Është shumë e dhimbshme. Ai vazhdon të rrogohet, vazhdon këtë lloj jete? Nuk kam asnjë lloj kontakti me atë, thjesht ndonjëherë tani më shikon nga larg edhe thjesht më ndjek me sy nga larg. Por kam dëgjuar që vjen pothuajse çdo muaj në Shqipëri, flet keq për mua atje, domethënë edhe vazhdon me pjesën që unë e lash atë, domethënë ajo egoja e mashkullit shqiptar që nuk më la ajo, e la shumë. Se mendon se kjo është shumë e rëndësishme, jo që shkatroj familjen, po i duket kjo gjëja më e rëndësishme, që më la ai mua, jo unë atë. Interesant është kjo që po e dëgjoj edhe diku tjetër që është ky fiksimi për të thënë kush e la kë. Po, edhe domethënë nuk shikon atë gjën e madhe që ka ndodhur, po është e rëndësishme kjo. Po me fëmijët pra nuk bëhet me fëmijët ai. Fare. Nuk i takon. Jo, dhe unë kur kam qenë sepse me thënë të drejtën, po ju siguroj një jetë goxha të mirë, kam një rrogë shumë të mirë, edhe po ju jap një jetë goxha të mirë. Ja kam dhënë gjithmonë, po tani edhe më shumë. Sepse mendoj që duhet bëj 2 fishin, me pushime, me çdo gjë tjetër, dhe është çuditshme që i çova fëmijët dhe nuk dua që të humbin kontaktin me prindrit e ish bashkëshortit, dhe i sforcova që të shkonin atje, sepse nuk donin realisht, po thosha duhet të kenë kujtime sepse janë rritur bashkë me ta. Dhe ishte shumë e dhimbshme kur ata kishin prerë çdo fotografi ku isha unë prezente. Ishte lindja e vajzës, ishim si familje dhe ato nuk kishin hequr mua nga çdo fotografi. Ishte shumë e dhimbshme të shikonin fëmijët këtë.
Dhe më thanë, mami, mos të ngul më, sepse ne nuk duam të shkojmë më atë. Okej, thash është zgjedhja juaj, bëni ju si të doni, unë nuk ju ndaloj kurrë. Okej, fëmijët kanë në mënyrën e tyre, se dhe ato besoj e vuajnë, po kanë zgjedhur të paktën janë të qartë, kanë një pikturë të qartë se kush është jati, kush është mamaja. Kështu që, okej, fëmijët janë okej. Ti thej që je mirë ekonomikisht, është e rëndësishme dhe në një vend imigrimi, dhe ke një lloj pavarësie financiare. Tani, çfarë halli ke moj motër? Më frikson shumë ideja që të jem vetëm dhe ju, më kupton, nuk është ideja e të patur një partner, thjesht ideja e të ngelurit filli kat në një shtëpi. Më kupton? Unë jam rritur në një familje të madhe, tani jam vetëm me fëmijët, edhe kur kam qenë në Shqipëri, kam qenë me prindrit e ish bashkëshorit, familje, prap jo vetëm. Më ndjem shumë e friksuar të ngelem vetëm. Ky është problemi. Po në ç'kuptim kuptim të ngelesh vetëm? Vetëm fare, domethënë dhe pa fëmijët apo vetëm edhe në këtë situatë? Jo, edhe pa fëmijët, sepse ajo më tre më shumë pa fëmijët. Sepse për shembull vajza është 16 vjeç, ajo tani hyn në kolegj për 2 vjet dhe ajo shkon në universitet. Më kupton? Edhe më tremb ideja që jam kaq do ngelem kaq vetëm. Ti ke lidhje me të forta me familjarët e tu? Po. Tani vetëm mamin kam, sepse babi më vdiq, por prapë nuk e di, frikson ideja të ngelurit vetëm. Ose ndoshta sepse kam qenë një moshë shumë të re kur jam lidhur me të dhe kur s'kam qenë vetëm, pavarësisht që me probleme, e kam pasur dikë në shtëpi. Qoftë edhe kur kishte ato ditët e veta të mira ai për të më dëgjuar apo për ta dëgjuar. Është edhe pjesa tjetër më mirë vetëm se sa në shoqëri të keqe, por prapë. Ke motra ose vëllezër? Kam 2 vëllezër, por ai që kam më afër vetes, ai jeton në Shqipëri, kurse tjetri që kam këtu kam shumë diferencë moshe me të dhe ai është si thua në moshën e babait tim. Domethënë shoqet e mia kanë babën atë moshë. Kam diferencë moshe goxha me vëllezërit e mi. Edhe nuk e kam shumë të afërt, më kupton sepse ai ka emigruar shumë shpejt, ka krijuar familjen e vet dhe nuk kemi shumë të afërt me njëri tjetrin. Po kur e kuptove që vetmia të tremb? Po tani gjithmonë më shumë po e kuptoj. Po ka qenë përpara, domethënë në momente të tjera të jetës tënde apo vetëm tani mbas divorcit e kuptove që kjo është një frikë e jotja? Po tani është theksuar më shumë, sepse ose ndoshta se nuk kam edhe familjarë afër edhe ndjej edhe më shumë, kurse në Shqipëri një kafe me një shoqe, ke kohë për shumë gjëra, kurse këtu është rutinë edhe ndoshta sepse ndjem dhe si e ngecur këtë jetë, sepse fëmijët nuk mund t'i lë për shumë dhe një weekend po vinë në Shqipëri sepse ata janë mjaftueshëm të rritur dhe t'i lë vetëm. Kupton? Edhe ndoshta ndjem ose mendoj, o zot, sa më imagjino ti ndodhi diçka mamit, si mund t'i lë fëmijët, si mund t'i marrë me vete ti shkëputoj në shkolla disa ditë. Kupton? Ç'os mendoj. Si e ka përballuar mami jot vetmin pas vdekjes së babit? Mami shoqëri është me vllajën me familjen e atij dhe janë ata gjithmonë afër saj. Po ajo e ke parasysh atë prindin shqiptar që o bobo viri mami çfarë të ndodhi si ngele vetëm atje në një vend huaj dhe s'ke shumë kohë që ikur. Por tash ajo ndihet mirë se më shikon që unë ja dola e vetme edhe thotë vetëm shikoj jetën tënde. Por atë unë e di që atë tremb ideja që unë mund të gjej dikë. Më kupton se është turp. E ke parasysh atë prindin shqiptar që thotë ti tani ke fëmijët edhe jeta jote janë ata, s'ke nevojë keq për burrit, e ke parasysh atë shqiptare tipike. Jo se nuk është ideja burri, sepse unë kam nevojë për dikë që të më suportojë në ana financiare, siç është problemi i shumë femrave shqiptare në Shqipëri. Nuk e kam këtë, por thjesht në momentin që ti mund të njohësh dikë të zgënjesh edhe prap mund të kthesh me hapa pas jetën tënde, më kupton? Tani kë frikë ti? Frikën që, domethënë, mos të shikon familja me një person tjetër apo gjitha të frikrat bashkë. Gjitha të frikrat bashkë. Qoftë edhe frika më e parë për mua janë fëmijët që do ikin edhe unë mund ngelem filli kat vetëm, pastaj është pjesa që edhe po të njohësh dikë, mund zgënjehesh. E ke përgjithësuar frikën tënde pra të zhgënjimit, është marrëdhënia e parë që ke pasur apo jo? Po e parë edhe e vetme, edhe ndonjëherë për shembull edhe kur jam në punë që bisedojmë duket akoma sikur s'jam vetëm, domethënë jam akoma e martuar, nuk e mendoj dot veten single. Më kupton? E kuptoj.
Po, cili është mendimi yt më i keq që mund të ndodh? Pra, supozojmë që ti do ngelesh vetëm, ai momenti që nuk janë larguar dhe fëmijët, ti nuk e gjetur veten në një raport të ri, çfarë është ajo gjëja më e keqe që mund të ndodh? Duke parë veten në ato kushte. Më trem vetëm, jam trem shumë, nuk e di. Po, shkojmë pak më shumë tek vetmia. Domethënë çfarë të frikson? Domethënë që ti nuk do jesh në gjendje të kujdesesh për veten, që ke nevojë për një siguri, domethënë të një personi tjetër afër teje, Po, thjesht me pas një njeri për të folur, për të pirë një kafe, për ta pasur afër, për diskutuar diçka. Më kupton thjesht ideja të ulesh ose të mos kesh dikë të të presi në shtëpi. Të zgjohesh vetëm. Aktualisht ti po e bën këtë jetë vetëm. Pra fëmijët janë shumë të vegjël për të ofruar këtë mundësi komunikimi që e pret me një adult. Jo, me vajzën arrit të bëj komunikim shumë të mirë fill të një adulti. Por pikërisht ikja e saj mund të më vrasë. Vajza sa vjeç është, njëherë të lutem më kujto? Ajo 16, 17 bën së shpejti. 17. Thjesht ndihem shumë kështu, sikur do ngelem vetëm edhe s'doja dal dot vetëm. Dhe marrëdhënien tënde sa vjeç e kishe filluar? 16. 16. Është 16. Pra, do ta fillojmë nga kjo, faktin që ti nuk e pas mundësinë të krijosh atë identitetin tënd si person, sepse në atë moshë ti e gjendur direkt nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, pa pasur mundësinë të reflektosh për veten tënde se si është vetja jote e ndarë nga këto dy shtëpi, dhe ke përfshirë frikrat e të dyja palëve, ose dhe themi dhe trauma ndonjëherë të të dyja shtëpive. Dhe pavarësisht kësaj, ka një forcë jashtëzakonshme tënden për të zhvilluar veten, për ta parë veten të pavarur, pra ti ke rezistuar kësaj, por mendo pak të kishe pasur mundësinë të ishe në kontakt më shumë me veten tënde gjatë periudhës më delikate të njeriu, që është adoleshenca. U hodhe në një marrëdhënie, e gjete veten aty, morë çdo përgjegjësi të mundshme, kujdese, mundove të rezistoje çdo sfidë të mundshme që u soll nga partneri, dhe prap e gjete veten një situatë ku po ja del prap vetëm, pra asaj që ti friksohesh, po ja del në sensin që nuk jeton më një marrëdhënie ku ka problem nga partneri, ku ti mund të abuzohesh fizikisht, emocionalisht, ka probleme të pasgjidhura që partneri nuk i zgjidh me veten, i kalon tek ty, pra ti ke shpëtuar një marrëdhënie abuzive, je në një pozitë më favorizuese nga shumica e grave që nuk mundet ta kenë, sepse kjo fal teje. Por sërish i trëmbesh disa gjërave të cila nuk kanë ardhur nga ty, pra nuk mendoj që kanë ardhur nga ty, kanë ardhur nga ajo që çfarë ti ke mësuar së jashtme, si e ke parë që mamaja jote për shembull e përballon vetmin, se si ajo të fut në një gjendje frike, ose të jep disa sinjale për jetën tënde që shiko, ti nuk duhet të gjesh një partner tjetër. Dhe kjo të sjell prapë tek ajo vetmia që ti e mendon me veten tënde. Pra ne duam të shkojmë tek ty, të krijojmë një identitet tëndin pas ndarjes, sepse nuk është krijuar 16 vjeç, por nuk do thotë që të mos krijohet tani, kur ke më në fund pavarësinë ta krijosh. Po, të kuptoj. E di që është e vështirë, e di që në fjalë është shumë herë më e lehtë, por ne duhem ta sfidojmë, pra atë që Dalina e nisi me një nga telefonuesit më përpara për të sfiduar frikrat që ne kemi, sa e nevojshme është. Pra të kalojmë, sepse guximi është kalimi frikës, nuk është që ne kemi guxim pa e provuar, askush nuk është i guximshëm nga ne, nëse nuk e kalojmë atë frikë që na kap. Prandaj të shtyja pak të mendosh edhe vetmin, të mendosh pak edhe mendimin tënd më të keq që ke në atë situatë. Se kjo ta sfidon pak frikën tënde. Pra duhet një punë, do të them këtë që duhet pak një punë me veten lidhur me këto frikra që kanë dalë në sipërfaqe pas divorcit, sepse edhe pas divorci është në vetvete një traumë. Është. Po, ke drejt. Mundohem ta mbush ditën, të gjithë ditën punë, pastaj vi, gatuaj, shkoj në xhim, mundoj që në darkë kur të fle, thjesht jam e lodhur në atë pikë sa të mbyll syze të fle direkt, mos të mendoj gjatë. Unë përkundrazi duhet mendosh, duhet ta sfidosh veten dhe në këtë mendimin më të errët që ke, sepse do të shoqëroj, do apo s'do ti, do mbushësh ditën me aktivitete, prap do jetë prezent. Unë edhe ashtu si ty Suzi kam
rreth 2 vjet, pak a shumë, diçka më shumë më pak domethënë, nga ty, që jam e divorcuar edhe po, kam edhe unë kalon në mendje pjesa e vetmisë, kam edhe unë pyetjet e mia se çfarë do ndodh, se edhe unë kam gocën 15 vjeç, tjetrën e kam 13 vjeç, kështu që një ditë do ikin ato në shkolla, do vazhdojnë jetën. Pra këto janë pyetje që janë, ekzistojnë. Dhe këto janë pyetje që nuk ekzistojnë vetëm tek të divorcuarat, gratë që mbajnë shtëpitë vetëm, që jetojnë me fëmijët, janë edhe tek të martuarit kur ikin fëmijët, kur plaken prindrit. Pra ne kemi pyetje për vazhdimin e jetës, kemi të gjithë. Pa jo që po lexoj tek ty tani në këtë vit, që siç tha dhe Jona, është një vit i vështirë se domethënë nuk është se siç e ka thënë dikush këtu në këtë kolltuk para në një intervistë tjetër, nuk është se ne kemi disa jetë dhe po krahasojmë. Kupton, kemi kaluar disa divorce dhe tash i themi ky divorci ka këtë, ky divorci ka atë, dhe për më tepër që ti ke një marrëdhënie që je rritur në këtë marrëdhënie, ti nuk nje gjë tjetër, komplet tjetër nga mua që jam martuar 31 vjeç. Kështu që dinamik tjetër kjo e shkëputjes tënde dhe padyshim kuptohet. Por pyetja ime është, në gjithë këtë frikra që të shkojnë në mendje, që ti do t'i anashkalosh dhe do të flesh sa më shpejt natën, pse nuk merr një moment të vlerësosh edhe çfarë të ka dhënë ndarja? Sepse ajo çfarë ti më tregove për një të alkolizuar, një të dhunshëm, një që i kishe frikë, që arrite ta ndash edhe nëpërmjet frikës, se kishim gra këtu që nuk ndaheshin dot, sepse kanë frikë se do i vrasin. Pra, ti ke shumë gjëra të mira, ke shumë bekime. Fakti që ke gjetur punë për 1 muaj atje ku je, dhe punë të mirë, punë shumë e mirë. Kam qenë me fat te kjo pjesë, por Odalin, ti po i kalon vetë dhe nuk e di të mirat të gjithë kësaj, sepse përderisa e mora këtë vendim, normal që është më e mira për mua dhe për fëmijët. Por prapë nuk e di pse ndihem kaq në këtë lloj jete kështu, nuk është jeta që unë kam menduar, nuk është familja kështu, domethënë të dy prindrit bashk, jetë e lumtur, kështu i kam menduar, më kupton? Atë ideale në kokën time dhe asnjë gjë nuk shkoi ashtu siç unë e kisha ndërruar. Po ti kishe familje ideale, je rritur në familje ideale? Jam rritur në një familje ku të gjithë jepnin kontributin për të pasur një familje të mirë, po jo për herë femra siç kam bërë unë. Kam dhënë maksimumi për atë marrëdhënie dhe mora mbrapsht kaq shumë gjëra të këqija. Dhe imagjino telefonata nga ish vjera ime ka qenë ai ka 99% të fajit, po 1% e ke ti. Thash më fal, po për çfarë kam 1% të fajit? E ke sa ti sa sepse femra është ajo që e mban familjen të mbledhur. Dhe thash të lutem shumë nëse më ke marrë për të më bërë të ndihem më keq, ke bërë gabim që më ke marrë. Nëse më ke marrë për të më suportuar, shumë faleminderit. Dhe që hera e fundit që ka folur me mua dhe s'm kam pyetur më as për fëmijë, as gjë fare. Dhe është e dhimbshme kur tani mendoj sa kish janë sill me mua dikur fëmijë. Tani jam e pjekur plotësisht dhe mendoj se sa shumë kam dhënë për atë familje dhe çfarë kam marrë mbrapsht. Dhe jam falënderuese Zotit që jam në këtë situatë tani, po thjesht ndjem keq për veten. Është në fazën e shkarkimit, Suzi tash, është duke u marrë me, është ajo faza si tek fazat e vdekjes, që në fazën e analizës. Edhe fakti që nuk e lë dot atë imazhin ideal të krijuar të familjes, familja bashkuar, të gjithë bashkë, edhe ka të vështirë ta pranojë që imazhi nuk është më kështu. E ke pasur ndonjëherë të familje ideale brenda me atë partner që kishe me atë burr? Nuk ka qenë ndonjëherë, por ka pasur diçka, më kupton? Jam munduar shumë, por për herë do ndosë. E ke pas në kokë. Po mos e quaj. Shiko, kemi dhe një gjë, ka dhe një gjë të divorci që unë e kisha këtu pjesë të diskutimeve që e quajmë dështimin tonë. Është shumë vetë mendoj se kjo është një gjë që duhet të reflektoj. Duhet t'ia vendosim identitetit tënd të ri. Pra ta shikosh ndarjen jo si dështim, po si një vetë zbulim. Të thash, është një mundësi që ti s'e ke pasur më herët. Nuk e ke marrë këtë kënaqësinë e të zbuluarit vetes. Edhe është më në fund momenti që ti ta shikosh dhe ndoshta ta shikojmë pak me një sy tjetër divorcin, si mundësi. Jo si dështim. Nuk e di si të vjen ty kjo gjë, ndërsa e dëgjon, sepse unë dua që ti ta përjetosh, këto që ne flasim, dua që ti vërtet i përjetosh, jo ti lësh në ndjesi larg, sepse thellë brenda teje ti akoma mund të jesh me këto gjëra që t'janë mësuar. Pra dhe fjala që të ka thënë ish vjera në telefon, 1% të fajit e ke ti.
Dhe kjo gjë, sado që ti e mohon, thellë mund ta besosh edhe vetë. Besoj se thonë shumë këtë. Po. Që gruaja mban familje, më gruaja mban po. Prandaj duhet ta heqim këtë gjë nga kjo. Nuk ble drogën e sjell në shtëpi. Po. Po pra për mua çdo njeri mund të thotë gjithë ditën, por është 0% faj i imi dhe unë nuk ka shanse të më bindi dikush që kam pas sikur 1% dhe thot gjithë ditën nuk e pranoj, sepse kam dhënë maksimumin, edhe prandaj e kam shtyr këtë marrëdhënie vetëm që nisë pas nisë fëmijët e mi mos më thonë që mami ti s'dhej mundësi, pse ti të mundësi që ai ndoshta mund të ndryshonte. Por realisht një njeri që është i tillë dhe është rritur në atë lloj forme kur nuk mund ndryshoj. Okay. Kur? E parë nga jashtë, marrëdhënia jote është mendoj ajo që ti ke bërë me gjithë luftën për ta ndaluar, për t'i dhënë stop, i ke dhënë përparësi fëmijëve, më duket vërtet ideale ky rrugtimi yt që ke bërë. Pra më duket ideal rrugtimi yt, se si ti e ke ndërmarrë deri më sot. Por një pyetje për ty. Do i lije mundësi vetes që ta shikoje ndryshe? Pra atë vetmin, të frikën që ti e ke parimore në këtë moment, të frikson shumë, do kisha mundësi ta shikoje ndoshta me një sy tjetër, pra okay, unë kam frikë, po ndoshta do i lë mundësi vetes ta provoj. Do i lë mundësi jetës çfarë të më sjell, ta provoj që ta shikoj ndryshe. Pra të mos e projektoj që vetmia do të frikshme, po mund ta gjesh veten në një marrëdhënie të shëndetshme, pra t'ja lësh këtë mundësi, të hapësh pak, të japësh fleksibilitet mendjes. Dhe nuk e di, a të vjen kjo gjë, kjo ndjesi brenda, domethënë e ke? Ndërsa flasim. Se dhe kur më thonë për shembull kolegë që ti shiko sa e mirë je, ti çdo mashkull do ishte i lumtur me ty kështu. Të lutem mos më fol për këtë gjëra sepse jam e mbushur aq shumë sa nuk dua ta mendoj fare. Nuk duam që të japim këto indicie që tani mund t'i lësh një moment të mëvonshëm, sepse tha Dalina mund të jetë moment shkarkimi. Pra ti ke nevojshëm të shkarkosh gjithë mlefin. Suzi është në zi tani dhe në zi padyshim që ja akoma e lidhur me të kaluarën dhe siç thash ka qenë 16 vjet me atë histori ka shumë të vështirë, po mas 3 vjetësh do doja më merrte në telefon. Qofse do mbante mend mua dhe këtë bisedë, se të siguroj që mas 3 vjetësh do jesh edhe mbas 2 vjetësh, domethënë, ka kaluar një vit, ke jepi edhe 2 vite kohë do jesh njëri tjetër. Sepse edhe është e fortë fare që neve kemi frikë për kjo periudha dhe sa po e dëgjova këtë sot mëngjes u pëlqeu shumë, që jemi të gjitha kështu në kur me burra të tjerë, larg qof, si do lidhem unë, dhe dashuria është aq idiote, në thelb, e kam thënë budallaqe e verbër, sa ja bën një avokat divorci, kishte njerëz që mbasi e kishin ngrënë keq fare në një marrëdhënie, avokati kishte sugjeruar që shiko, bëj një kontratë kjo martesa dytë, sepse nuk i dihet. Dhe këto kishte thënë, kjo e dyta, nuk ka lidhje me para, kjo është super, po tha kështu thotë e para. Më beso dhe pastaj vinim prap. Domethënë aq butallep se mine, se ashtu është ka dashuria, kështu që kur të do dashuria do komplet do të duket gjithçka tjetër, diçka që është jetuar edhe pjesë jetë. Dalin shpresoj. Po të shpresoj se është gjendja e njeriut, është natyra e njeriut. Po unë besoj që tash për momentin je kështu siç je, megjithatë unë dua që nga gjithë kjo biseda jonë, nëse do të mbash mend diçka, të mbash mend atë që të tha Jona, që divorci është dhe një mundësi. Nuk janë kohë gjatë që na ndodhin pse na ndodhin. Fakti historia jote ishte një histori sado e gjatë dhe ti ke qenë e lidhur, ishte një histori që ishte e mbyllur. Pra një burr në moshatar 38-40 vjeç, baba fëmijësh, që e ke komshin gjitur dhe nuk shef kalamajt e tu. Dhe pi dhe drogohet, pi alkool burri 40 vjeç tash se lan nam dhe këta, dhe drogohet edhe whatever, qesh regjizori me mua se unë sot jam kështu. Nuk e kuptoj domethënë çfarë po ndodh me. Po, tash ky që s'është as baba, fëmijët e tu që kanë marrë këtë vendim, pra divorci shive si një mundësi të dërtimit të identitetit tënd, që e ke humbur se ke qenë një pjesë shtesë e partnerit sepse ke qenë e vogël. Nuk e di sa vjet kishte diferencë, po keni qenë që të vegjël. Kështu që atë adoleshencë që ke humbur. Si? Ke patur 5 vjet diferencë. E po shumë është, kur 16 vjeç është goxha. 16 me 5, 20 e sa i bie, është goxha. Kështu që ti, si thua, ke qenë extension, një shtesë, pra nuk e pasur atë pjesën tënde, kështu që merre të ndërtosh identitetin, të gjesh gjërat që ti ke qef, merru me veten, përdesa dhe shoqë që thonë gjithë kjo kinge je, shkon me palestër,
nuk është çështja me gjetë burri aty është, por nuk do gjesh asnjëherë, nuk do gjesh as ti as unë asnjëherë një partner që duam në rastin e nuk jemi ato që duam të jemi. Kështu që do të jemi ne, kështu që forcoj identitetin tënd, kalamajt shqyr zotit. I kemi hajde bashkë pra se po flas tash si ato që hajde ta mbyllim tash. Po, kështu që jepi edhe kohë. Kupton, ke aty është vëdi mirë ai, dil bë, ke filma, shtyhet koha, por edhe tha Jona dhe një që të bukur, rri me ato mendimet e tua. Rri me mendimet e tua. Sqaroj mendimet edhe kuptoj që ndoshta me çive ditime, kështu kuptoj që nuk e ç'i do, edhe e vjera, mos u merr fare, vjera ashtu do thot. Ai burri është ashtu siç është. Vetëm merr fakti që ai nuk vjen takon kalamaj dhe ke komshi. Ktu ka mbaruar, unë jesh vizën. Miropafshim, hiku ajo histori, hiku ajo jetë. Hiku ajo jetë njerëz të tjerë. Jam shif mua. Ndryshova flokët, ndryshova trupin, ndryshova. Hajde pra Suzi, të falenderoj shumë. Ti je mrekullueshme. Dalina të komplimentoj e mrekullueshme. Të kam ndjekur shumë vite më përpara dhe vazhdoj çdo seri podcasti të ndjek. Të falenderoj shumë. Bravo e madhe. Unë tash i pres që mbas 2 vjetësh më marrësh pranë telefon. Okej. Vetëm mos e ndron mbi emrin, prit. Jo. Se ju që jeni liçë 16 vjeç shu e keni, srini dot edhe hop e hani edhe herë. Shpejt. Merru një herë me veten. Jo, s'kam, nuk kam. Hajde të folim, po paktën merr sa kohë. Gjithë mirë. Hajde, çao, mirupafshim. Ishte periudha e parë, po kjo është kjo ndo. E di çfarë ishte një gjë e bukur tjetër, se nuk e di çfarë po dëgjoja shumë, se isha te liçeni dhe po ecën në mëngjes dhe prandaj kam goxha trurin e ngarkuar me materiale lezetshme. Thoshte që ishte bërë një studim që njerëzit ishin kail, bën mirë të merrin elektroshok, goditje, sesa të rinin me mendimet e tyre. Thoshte do të rish me mendimet e tua 30 minuta në dhomë, apo do të bësh të elektroshokun dhe kishin zgjedhur elektroshokun, kështu si test, jo se do edhe këtë donin, sepse me mendimet e tyre dhe unë mendoj mund të komplimentoj veten e një gjë të paktën që unë kënaqem me mendimet e mia dhe me vetmi. Mua s'm ka bërë. Vetmia nuk të bën problem. Prandaj ajo thonte si frikë vetmin sepse përballja me mendimet është shumë e frikshme në vetvete. Pra nuk ishte vetmia, po ishte çfarë ndodh në vetmi. Problemi. Duhet edhe të punosh se si çfarë ti bësh atyre mendimeve, se si ti. Po di çfarë Dalina, sa shumë punë kanë burrat për të bërë, sepse po të shikojmë kemi gra shumë të zhvilluara, domethënë arrin të jetojnë dhe vetëm, të pavarura, po shikojmë një problem shumë të madh tek burrat. Te burrat dhe neve na kanë akuzuar disa njerëz që kemi bërë një program kundër burrave. Jo. Vjen shumë keq absolutisht dhe është përveç këtyre rasteve që unë dëgjoj çdo ditë edhe di se sa problem është. Prandaj ne e themi të punojmë, pra të punojnë, jo se nuk mundet, sepse edhe ai partneri i Suzit ka traumat e veta cilat e kanë sjellë deri në varësi. Nuk vjen rastësisht ajo gjë. Ne nuk po akuzojmë absolutisht, por duhet të themi që sa rëndësishme është punosh sepse në fund fare ai është duke vuajtur. Diçka që është e kaluar. Absolutisht, edhe sa që përmendin familjet e këtyre njerëzve që realisht janë kaq problematikë edhe familjet kanë këto. Lind nga familja problemi dhe shiko marrëdhënien me tjëmën, shiko çfarë, domethënë sjelljesh bëhen. Se folëm herës kaluar për vjerat, kështu që na dolën pak edhe në. Mua më duket të njerëz këto mamat me këto çuna problematikë mërziten që e kam thënë edhe një herë tjetër që do i mbajnë ato, do merren këto me fëmijët. Domethënë ishin shumë rehatë nusja, se është dhe çika egoiste, ka shumë egoizëm tek prindrit. Po. Gjithsesi, meqense ne na kanë kritikuar, unë në fakt kam bërë të pamundur që të kisha një mashkull, se patjetër është dhe ana e divorcit është shumë interesante sepse ato nuk hapen. Na ka shkruar një